Ky emision mundësohet nga Nota, Kulminant, Ona Dent, Megasun, Gate Club, Cozy Home, Hana Botanics. Përshëndetje për krejt shikuesit dhe ata që na ndjekin në platforma tona online. Jam shumë i lumtur që më në fund po e nisim këtë cikël intervistash me musafir në studio dhe kosh ma mirë se musafirja e parë për mu me qenë Bugatti ose Benita. Përshëndetje. Përshëndetje Butren, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe. Është intervista e parë në Kosovë, me sa e di. Po, e para. Ke pasur të dalje të vogla në për eventet ndryshme, po një intervistë që gjele gjatë. Për Kosovë është e para dhe kom zgjedh më të mirën. O, faleminderit. Pse vendosëm me dalë në për intervista? Nuk e di, e pa është arsyeshme me pauzu pak, mbas daljes tam për Bigut, edhe me marrë vetën, mos me dalë direkt në intervista me fol keq për banorët ose që kam bërë shumica. Unë e ku batë kundërtën, edhe vendosa me pauzu, me marrë vetën, mi këshyr krejt detaje që ka ndodhë, edhe që erdhë momenti. Tash i ka analizu krejt, i ke pa krejt. krejt. I kum pa krejt ftyrat e krejtve dhe erdha dola. Edhe kemi qa me folë sot, ha? Kena. Po, para se me dalë të Bigu, unë po du me folë pak për Benitën para Bigut. E kemi pa në disa projekte të cilat kanë ndhez gjatë Bigut, po qysh ka nisë këtë dëshira jote për me qenë pjesë e estradës ose për me qenë e famshme? Si andër e kum pas prej e vogël, jom kanë të vallëzimi Dizellonja, edhe që knojnë fëmijët e vogël, si disa e mba men, vëtrënd. Edhe aty jom kanë edhe prej e vogël, dhe me thonë e kum pas pasion, hobby, tona atë muzikën. Edhe tu e zhvillu këtë andrën, edhe dhe i sa mo e pashë asnjë profesion tjetër nuk më flanë si muzika, edhe kom vendosë me u marë përfundimisht, edhe që. Flasim pak për Benitën para Bigut. Tregëm ke puna e shkollimit. Qa ke zgjedh, dega që ke zgjedh me sa di është këtë jashtë showbizëve, jashtë muzikës? Po, është geodezi, nuk e di shumë pak njerëz e din. E kum zgjedh ta prap, amo nuk o që e kum praktiku shumë, edhe e kum lanë gjyst, mande ja nisa me muzikë. Do me thonë kitë kontrast, po ashtë që jam fort për anej. A t'ka rakshtu me matë naj toka, naj sa, naj parcel? Jo, së më karo, së me pasro. Se është ide e keqe mi ble ato mjetet dhe me dalë me këshyrë? Bash, jo, së është ide e keqe. Ani, profesioni mirë është shto ki lek në këtë profesion? Shumë ka lek, që ta e kum zgjedh. Nuk zgjedh i profesione kus ka lek. Zgjedh zishka Benita. Okej, kemi më këthi prap të pjesa e muzikës, po du me fol të vendimi për me u fut në Big Brother. Pa. Kur erë ftesa, qysh e prite edhe a ke e lumëtër edhe karat mendis ke prit me hija? Mendis këm prit me hi nuk s'kisha mujt me thonë, ftesën e kom që 3 vjetë, dhe i sa thash, okej, po hi, është momenti. Ftesa më ka arë 3 muj para Bigot, dhe deri 2 javë para se me himbe, ko vendosë që po. Deri ato 2 javë t'ju më kanë jo, osane, po pritoj, nuk jam në shta dhe gachme. Edhe dhe i sa vendosë, thash, okej, po hi, del ku del, unë po hi ku me bëjt amën. Edhe këtë shoqënia, familja këtë të thonë, jo bërë se s'hen, i bjen bishmanë. Po në kur të vendosi diçka u kry, edhe vendosë, thash, po hi. Ma nej mirë, ka shku. E keni pa që ka shku? Kena pa dhe kena shumë për me folë, po du me unis prej aty në përshtypjeve të mija personale në fillim. Njavën e parë, dytë, ajo afrimit me Albën, dhe me thonë, mund ke pas shumë këndër. Disa e den. Ha, Butren. Pse ndodhe që aja afrim? Jo, unë e ti po ta bëj pyetjen, pse këndër? Këndër se unë menoj që ti dilshe keq. Unë e keq? Okej. Së di, në shtam perceptimin tëndë. Ti që ke pa qatë periud? Me Albën, nuk i bibi shmon as njerë, kena pas që ato 2 javë shumë një shoqënia, ashtu që gjithë dinamik në shpe, kena mbrojt njëna tjetërën, edhe qatë shpejt ka u realizu ajo shoqëni, sa që edhe unë vetë jo më befasu, po atë shpejt që u realizu edhe u presh, kështu që ndodhe që ka ndodhë, a më pishmon s'jam. A ke pas të një strategji në shta kur je hi, edhe ke pa disa banor me thonë me qëta ka mu ofru, me qëta ka mu kanë këndër, një matematika e ke ba? Jo, jom hi pa matematik, pa strategjit, që shumë në Benita reale, as nuk më pas loja, pëten, qëka do që më ba u kanë ta prap, qëka do që më ka ardhë, kështë që jo, Benita s'bën matematika. Okej, shumë personazhe kur dalin prej Bigut, e thojnë një fjali pothuajse të njëjtë, që mrena është ndryshe, ju nuk e kuptoni që është mrena, çka është që na se kuptojmë?
nuk mujna me ta spjegua, shumë problem. Mrena është shumë një ndjenjë, unë po foli personalisht për vete, e kum pas mendimin që kom jetu ton jetën aty. Do me thonë, po i harrojshe krejt gjanat, është shumë interesant. Edhe unë që jam e lidh me mamin, me bellën, me kanjherë edhe pi harrojshe, po bëjshe gabime, apo kuptan. Edhe e ki atë mendimin, po foli për vete gjithmonë, që kime jetu ton këtë jetën atë shpije. Është një ndjenjë se di, izolimi nuk është që më ka bërë dëm diçka, po thjesht energjia negative, që është me disa njerë që s'mun është me që as mirë, as keq me ta, direkt debat, as mëngjesin si mëngjes nuk mun është me hangër. Mandej që kjo dinamika në shpe ta bën pak ma qëtirë jetesën. Kush e ka qëto personazhet që kanë përçuqit energji negative? Për ty? E dim publiku. Po, ati përmenon një dy emra që të paktën në publik, jem pa që ashtu për shembull Labinët Tregja edhe Alba. Personin e parë që e përmeni nuk e nja, kurse Alba nuk me thonë që i ka pru energji të keqe në shprej, i ka pas ka njerë do dinamika kur janë iske me nene, baba sunalke, me dit, mo prapë se dis, kisha mujt me të cek që ka pru energji negative. Okay. Se menaj. Sa ka qenë për ty e vështirë mu ambientu me harru që ka kamera për shembull kur shkon banjo? Kur shkojmë banjo, zakonisht është një kamere vogël mrena, në banjo private do me dhona aty, po unë gjithmonë e kum blu me majic, se mërë një me vetin, nuk unë disha rahat, dhe pse ajo nuk u kanë publike, as kërkush se ka po, ose naj person adekuat që e përcjell atë kamerë, po nuk unë disha rahat, edhe e mblejsha gjithmonë me majic, ka një harrojsha majic, ma hekshin sana, unë aprat majic. Pjesa e dushin, fillim më kanë shumë problem, shkagu se para se me him bek e kum kry një intervenim në trop, edhe e di që 2 javët e para u kanë tushi mrena, do me thonë të banjo private, jo jashtë, edhe aty e kum kry tushin, unë edhe shumica qikave, dhe sa mo e ndalen, edhe u dashke jashtë. Ma ndej pjesa jashtë u kam paka se që s'mo isha e lirshme sikur në shpetem, pa kamera, rok tuk, lota me fërku. Mo prapë se prapë dhe sa mu ambientova që me po. Po gjatë kësaj kohë sa të ke qenë brenda, mami jot jashtë, nuk është që ka qenë mas mirë të mbotë. Tu e pa rrugtimin tënë, më karova dhe mu me e pa jashtë stresin që e ka pas. Kur je dalë edhe e ke pa, a i ke rapish më për naj sen që ke ba, që ka mujt me lëndu në shta familjen tënde? Nuk e di, nuk është që kum bo ndoshta një gabim e shumë wow, si jam as e para as e fundi që më ka pëlqy dikosh ose që ka do kohë që i kish pengu familjes. Janë aty këto një gabim, po se di, familja është si familje, do me thonë ishe sanet në detaje edhe e kuptoj që në shta prejkët, po me këqyrë hëllë, nuk është që kum bo diqka ekstra që që ka ma herët gabim. Mami si di, s'kam Cila fjallë. është lidhja jote me mami? Unë me mami jam shumë e lehtë edhe prej e vogël, do me thonë non-stop me to, nuk ndohan asë njerë dhe tash, kom punë dikon e marrë me veti, bile dhe sot që erdha këto atë vi me ty, jo thash mamë s'po vja me mu se në shtadin emocionu, unë asan e kur të shoh edhe ma mirë vetë. Me mami jam 24 orë bashkë, kur nuk ndohemi. Këtë pjesën pak e kum pas problem bik, në fillim. Pa mamin, o sot mu qu, me flejt, me nejt, thësha o sot adin. Po ma ndej aty dinamika të shpise dhe po të bëjke pak me i harru. Okej, unë e kam qëtë një letër, që të kime lezu. Do? Edhe këshera që për thot. Hajte. Po të rëndë. A unë do të me lezu? Okej. Benita shpirti im. Nuk e di nëse fjalët mjaftojnë për të treguar sa shumë të dua dhe sa krenar jam për ty. Që nga dita kur hyre në Big Brother, shtëpia nuk ishte më njësoj. Çdo ditë më mungoja dhe nuk ka pasur ditë që të mos shaja për ty. Sa herë të shihja të mërzitur, zemra më coptohej. Si nën, do të doja që të isha aty vetëm për të të përshafuar e për të të thënë se gjithçka do të bëhej mirë. Momenti më i vështirë i jetës sime ishte kur erdha të largoja nga Big Brother, edhe pse isha mirë me shëndet, nuk mund të duroja më largësinë tënde. Zemra ime nuk pranon të rrinte pa vajzën e saj. O, zot s'po du me kajtë, se i kum premtu që s'ku me kajtë më korë.
Po më duke që s'po moj... Por sot, kur të shosh, një vajzë që nuk u dorëzua kur, një vajzë që luftoi, që punoi dhe që me forcat e saj arriti të ndërtoi rrugën drejt ëndrave. Benita na ke bërë krenar në çdo hap që ke hedhur, jo vetëm për sukseset e tua, por edhe për zemrën që ke, për forcën dhe karakterin tënd. Për mua do të mbetesh gjithmonë ajo vajza e vogël që mbaja për dore, sot të shëtëritur, të fortë dhe të zonjën. E zemra më mbushet me lumturi. Doja të dish se nuk je dhe nuk do të jesh kur vetëm. Unë, babi dhe vëllai do të jem gjithmonë pranë teje, në ditët e bukura dhe në ato me vështirësi. Do të jemi gjithmonë streha jote, forca dhe njerëzit që do të besojnë tek ti pa kushte. Mos haro kur sa shumë të duam, je bekimi më i madh që Zoti na ka dhënë dhe krenaria më e madhe e familjes tonë. Me gjithë zemër, mami, babi dhe vëllau. O, Zot, e du. I ku më premtu që s'ko me kajt, se më ka thonë qika jam ke plas, sa her ke kajt më rana në beg. Edhe që pas ka cik edhe këtu mami që ka kajt, sa her më ka patu kajt. Edhe më ka thonë premtam që s'ki me kajt kur më njetën të ndë. Se di s'kom fjallë. Familja... A pishe që i ku më po krenar? E vërtet. Ata janë shumë të lumtur me ty. Mami, të dua. Mami, babi, Ardian. Përveç familjes, ki edhe shumë njerëz që nështë ato kanë bërë si familje, suportues, mbështetës. Qysh e ke menaxhu që pjesën e famës, masi që je dalë prej Bigut? Se është shumë vështirë me pranu njerëz të rinj jetë edhe gjithë ajo famë për një kohë të shkurtë. Nuk e di, butren, nuk është diçka risi me pas famë ose për mu po foli personalisht. Ka gëson edhe para Bigut, jo më kanë fytyrë publike, do me thonë, jo më kanë këngëtare, influencere, dhe më kanë njoft njerëzit edhe para Bigut. Po normal, Bigu i ka ato efektet e veta, wow, apo den atë audiencën e vetë. Sot që e kum pas shumë problem, do shta mas Bigut mu ka dash një javë, 2, mu ambientu me najt veç me vetën, s'ko mujtë kërkun me duru, po sa për njerës, sa për rreth, unë nuk që e kom zgjënu masi që jam dalë për Bigut, e kom pas rrethin e njejt, që i njihin gishta, nuk e kom rrethin e madhë, edhe jam krenare për qëta njerës që i kom afër vetës. Okej, te rrugtimi i Bigut, e di që rrugtimi jot ka shku të rrit në pëlqen të njerëzve, do me thonë, sidomos në momentin kur Benita u eliminu pak para finales. Pse mendon që ndodhi ky eliminim? Me tregu drejtë nuk është diçka që wow, befasi për mu, e kum prit. Faktikisht e kum prit deri në një moment, por kur e kum ni publikun, kur u kanë ai momenti kur Jonida thot Benita apo Hygerta, kur e kum ni publikun buga ti Benita, thash okay, shkova ona, beden, se faktikisht pri publikut vin votat. Po madje anën tjetër, kur u zgat halo, thash me siguri që ka me ndodh një padrejtësi, edhe ndodhi padrejtësia, nuk shkova unë finale. Manej e kanë pa krejt që publiku, veç që su qënë protesta, që atë javë, nuk e ka këshirë kërkush Bigun. Më sinqeresht, se di, kryesorja unë publikun e ku marrë zemrën e publikut, edhe finalja nuk e sanë. As nuk jam hideri për me shku deri në finale. Po e ke meritu me thënë të drejtën. Me meritu, e këmë meritu në 7 fiturën, kështu që s'është diçka. Okej, kur jemi te Bigu, ajo pjesa e dasmës që u bo mas Bigut, e morë edhe të vëmendjen aty, ma shumë se qifti, a mendon që Benita den me kap vëmendjen edhe e bën është ta me qëllim ka një herë, veç për me ja arrit ata që dërë? Këqyre, momentin kur jena me një reality show si Big Brother, ti dashte apo s'dashte, ti nuk je hi aty me najtë si të song, po e tham kështu bukfalisht, po je hi me jap show për njerëzit. Do me thonë, kur vi njerëzit prej pune dhe e qelin televizorin, e hapin, ti mu arktu, me pa një Benit të bë show, të bë skena, që ka bëdi dram, pa jo pjesa e dasmës nuk e di, që mu ka jep me bë, e ku mbës, as një lotë së kanë fake, to po e ceki, kështu që pak u kanë show, pak u kanë për një me. Kombinim. Qifte që u martu në aty, tash po vazhdojnë me qenë të lumtur, si pas tyre. Apo të pëlqej si qef jashtë? Fallaj, se di, nuk i kom po. Si ke po, a? Si kom po. Okej. Veç normal ja uroj sukseset, krejt qifteve që dalin për i Bigut, edhe pse besoj që
nuk ka vazhdimsi shumë të madhe, ma shumë maksimumi 1 vjet. Bile shumë po m'do këtë 1 vjet. Mendoj që ma pak. Vallaj se di. Inshallah ju zgjat sa ma shumë, s'kom qef me pa kërkon keq, sinqerisht e kam. Bigu u kry, loja u kry edhe shumicën si njo. Edhe mrena mbikse e më kanë të isha na ka ra me ndaj qëto, na ka ra hisë, se kur dalim ja shumicën s'kom jo njoftë. Pse? Se si jom hi... Qërë butren, nuk jom hi mbik për me kryu në shoqni ose rrath tamin, ose kur dal me ndajt me ta, me pi kafe, me dal, me... Unë mbik jom hi për interesat mi personal. Nuk më jona aty me kryu shoqni ose me kryu qka po dion e qka. Jom hi për interesat mi, u kry bigu, i kum kryu interesat edhe qao mo, nuk kom lidhë san me ata njerës. Po në 7/7 dikosh një shok ose një Pa, shoqe? aty këto po, kam që më kam e të shoqni Me e kam për krejt. shambull takohesh ose flet ose... Po me lëndrimin, me dolqen, me qëta. Nuk ka që edhe shumë kam, po u kanë, do me thonë, dëshira jam, që nuk i kom vazhdu raportet. Okej, se faktikisht dolçe dhe lëndrimi janë dy njerëz që ti edhe brenda ke pas raporte të mira dhe veç i ke vazhdu. Mu mblidh energjia e mirë me njerëzit, kështu që nëse mblidh energjia e mirë, rri me ta. A me njerëzit negativa, ti s'ke mujt mrena e pe qën jashtë. E vërtet, unë kanë ardhur qysh ke mujt me duru gjithat presion, qysh ja bëjshe? Qëre, nuk ka që ka bre shumë i presion. Është ajo, kur isha njerëzit që pelujnë një rol tjetër, edhe të jesh shumë vetvetja. Edhe nështë ajo të e lujt tjetërin rol, abdin del mirë në publik. Unë të e lujt Nështë ajo e bën me qëllim? Po normal, atë kitsanet ndodhi me qëllim. Po kur e pa isha vetën që jam vetvetja edhe nuk u mandim për kamera, ose që shdal në kamera që i san të dham, se thu sa mirë pelun rolin edhe po dal mirë, e sot e asaj dite abdin ka që edhe jashtë e lujnë rolin, po ju ka dalë më ftyra se cilit, e që ajo pak të dham, kur eshe që çdo prajmë ty tullin, dikon tjetër e ngrisin, edhe pse nështë ta gjestet e njejta i bajnë, lojen e njejt e bajnë, po thjesht opionistet, mu i me thonë kështë bukfalisht, që jënë kanë aty, nuk e kanë pas guximin me shprejt vërtetën, sigur Valdinin Stahiti, që e kanë zonë karikën, po e kanë zonë tamon si i ka jap opinionet tepër të sakta. Kur ka thonë, pse pa akuzoni Benitën që po kanë, e pse pa akuzoni tjetër kanë? Po fiks. A mo, së di, s'ka pas shumë drejtësi në këtë big. Okej. Në anën tjetër e ke pas edhe një gjest që më kujtohet që ka qenë ndoshta i momentit edhe pak i ngotshëm prej teje, një shishe diçka që u pat gjujt te kuzhina. O, po tren, ti pas ke bote toje, ke Po bote më sqaru, masi si ke folë alo. Ajo u kanë shumë, adin rastësi diqysh. Unë e kom zakon butren që me i kap ato shishet me i përplas ose me lujt, edhe në qato momente e di që më kanë tu e godit tavolinën me shishet. Je kanë diçka tensionume, tu kallëzu diçka tu sqaru edhe veç... Faktikisht unë e kesh tu debatu me një person edhe personi tjetër u fot. Edhe sikur me mbrojt. Edhe mu merë dinati se mu kur së mbrojke, dilshin dikon e mbrojshin krejt. Edhe jam kanë tu e përplas ata, edhe tu lujt, nuk e di qysh, edhe më ka rëshkit. Do me thonë, unë faktikisht ishdasht me rrug tjetër kona, abeden, pa jo ka shku të personi i gabum, adin kështu... Si me pas dit shkoj që atë... Si me pas dit ble butrend. Osat. Vallaj pa qëllim, se nuk jam asi tipi femnës që kom qef me i bua dëm dikojt, jem aq ma pak një femnës tjetër, kur njet. Amo ndodhi tasha me bua, nuk u kanë diqka që u kanë për një me qëllim se përfundimisht kisha dalë për shpisa, abeden nuk u kanë... Po ke pas edhe në momentet mira me këtë personin që po flasim, më kujtohet një moment për një ditëlindje, diçka një dhurat, s'di cilës e bane, u pat bo shumë viral në rrjetet sociale. Po, e di që mu zakonisht do javë më vishin tisha të reja, më ka najtë mami jam te për gati ja samrën, edhe më ka ne vetëmja që në shtanon stop i kum dru teshat abden në garderobën, edhe e di që kur marrë që këtë fustani për qej, thadi sa i bukur, thash, ani mujta jap na i dit? Ma nej e pa ditëlindjen edhe thash, nuk aty mrena në qato kushte që i kina pas, edhe ja e japa, pse jo. Po ka moment shumë cute kështu për njerëz, dhe se kam prit edhe ka gjak kështu bua një buj në përjetë. Po, pse jo, bëtrend. Unë e kom qef me jap dhurata, kështu edhe jashtë bigot, e le mu mrena në bega din që njeri me pak zohet, edhe pse mos me gëzu dikon kur e kom mundësin. Një moment tjetër që më kujtohet është një fest, një ditëlindje që te pa te pim do këtë alkohol dhe pa te bo për spital. Pa të pas shumë komente, ja është qa ndodhe, a dul Benita, ajo shkoj e takoj këta, e takoj ato. Ajo pjesë kur su dojnë transmitim që dijo, ne?
Edhe kejt halojën pikë pyetje parti u kanë, tash po më kujtohet. Edhe jam kanë pa bukë që ditë, jam kanë në tripat mitë këqi, në malë për familjen, edhe kur jem rana, une nuk pi jashtë hiq alkohol, që është tani ma interesant, do më thonë e urej. Edhe mrena, që ajo u kanë shumë diçka për familjen ta, me Benita nuk s'ka pi kur alkohol që ato ndodhë me to. Po mrena që kanë janë ngarkesa e madhe, edhe hajt thash po pina, edhe i kena ba plan bile me dollë që në thamë hajt po pina son të adin. Edhe une organizmi jam nuk u mësu, edhe normal që nuk ma ka përbalu, edhe direkt më kanë zonë. Nuk e di me sa gota më pat zonë, me 2-3 shoca faktikisht. Une u trullova, s'kom pi korë, që për një organizm që s'ka provu korë, abden. Edhe e di që u bona keq, ma ndej, po, pa ta përfundu në spital, pa ta marrë infuzion, ju diqka su kanë shumë tragjike që kanë bo, pa ta marrë infuzion, dhe sa u këfjela, u këtheva në shpe, u jën kanë aty disa momente, ndodhë trëfimeve, bla 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 bla. Dramatike. Dramatike. Edhe Klodi ka shfrytzu këtë rast me bo drama e kena po, a mendoj që ka qenë e vërtet reagimi i ti? Klodi. Se di, nuk e di. Se kemi po që ka vrapu e mbas teje, jo po kujdesna. Se keni pas kështu një raport në fillim shoqënor, masna jo pëlqem, jo ka pëlqem, jo s'ka pëlqem, nuk e di shumë masna. Këshire butrend sa i përket anës njerëzore, kur ti minimon një personi, asë njëherë nuk ja përmeni, ose nuk muj me shtin dyshima u kam për një me, u kam për loja, që ka po dione, po se di, ka pas shumë sane që s'muj me folë, sidomos qatë natë. Okej, po me s'flasim për atë natë, ndoshta po raporti jëtë me Klodin, keni qenë shok në fillim, mas ne ka fillu jo po pëlqen t'ja ati jo aj ty, edhe sot me sa di nuk keni kontakt. Jo, s'kena kontakt. Nuk e di as unë vetë, faktikisht unë e kom sejke edhe mrena bigu që Klodi e ka një lidhje jashtë, edhe as njëherë nuk du me i prish punë, kur njetë. Kështu që me bas raport shoqënor pëse jo, po ma ndej dolim prej bigut, nuk e di ndodhën shumë dosane, ndoshta edhe unë diku prej familjes vetë pak, prej rrethit, prej personit, çapodione, edhe e ka zgjedhur rrugën e vetë, për mua është it's okay, vazhdon edhe pa to, nuk është diçka. Po du me të pyet për një personazh tjetër, që ti thërshe Hall. Gjatë bigu. O ja ha zemrën Hallës. Kush është Halla? Për ata që O Halla jam, fjolla Morina. Për ndryshe e përshëndet shumë, edhe se di është shumë e mirë. E kena pas ato lojën mrena mbega, aty lojën, normal. Edhe, se di miri kena raportet, kena foli, kena lona dhe me dalë, bile, po unë me punë të mija, jo me punë të veta, edhe halas kena mujt, po për ndryshe shumë miri kena raportet. Një video mes juve dyjave ka shku shumë viral, s'di atë kujtot ai moment. Opa! Op! O zot, se di u kanë shumë pozitive, për një me, ndoshta i ka pas pak ato momentet e veta, po menoj që se cili njeri ka momentet e veta dhe ndoshta te i kalon pak ose del prej vetës, kështu që njerëz jena. Benita është single. Super single, ma single se më kanë kur mua. Pse? Butrend, unë e dham dashuri që ka të mu i minzonë kur do që du, a më punën, karjerën, nuk mu i minzonë. Do me dhanë është momenti me punu, me i kriju sanet e mija, edhe normal, kur është momenti, ti i pari ki me kuptu. Inshallah. Qysh po reagojnë tash meshkujt ndaj teje, mas bigot? Apo të shkujnë ma shumë, ama pak? Valaj, mu gjithë më kanë shkru, po halo, u dyfishu, u shtudosa. Qysh pi menagjen gjithë ato shkrime? Mirë bre, so keq, komplimentet kiti pranaje. A ke pas, për shembull, një date prej se e dalë prej bigo dhe i sot? Jo. Heq. Unë tash po të kalzoj diçka prej që u kry bigo, veç 4 herë jam dalë në venën publike, do me thonë big e kom edhe jashtë. Non-stop jom kërë në studio, na i reklam që kom e kry, do me thonë non-stop, kërë, studio shpe. Si ndroj lokacionet, kështë që big e kom edhe jashtë. Me që je përmen kerën, që ki raportet me policinë? Me kërë, me leje, me kitë kosana. O, vëllaj, ma kanë konfisku lejen. A mos kam pas faj, kështu që respekt për policinë e Kosovës. Veç qaq o mi kanë shtjetet. U jem pa gango, edhe ju ika. Ju ika?
Jo ika se kesh diçka për ngut. Edhe hajt thash se në shtalodhën së mjeke. Vesh kur mu kam fluk 2 patrolla, e patrolla për ball. Thash Benit Bugatti, ma mire ki më nal, parkira ato. Se u parkuva ketë ma konfiskun lejen për 3 muj, kismet mujin tjetër e marë. Inshallah së më nalin se për momentin jam pa leje të vësi. Qysh reagun kur të panë që e Benita? E para ke, nuk i faj se jem su me Bugatti shpejt. Thash, okej, masim keni në zonë që shtupit, këpu ja u lejojs. Amo, kanë janë të thëmë, ma mi që ma kanë konfisku, se kom sua pëden, një mush men, edhe e kam bërë për të mirën tam, që mos më ngut, unë e shumë ngutna, edhe nëse s'kom na i punë, unë e ngutna, do më thonë 200 orën e afus. Edhe këto më i me konfirmu edhe one, bravo policia Kosovës, që ja keni marë, se keni bo shumë mirë. Respekt. Respekt. Mësë më dëna, ne mësë më keni fik. Më kanë fik gjdo javë tiketa, para se me ma konfisku. A pi pagun kështu me gjysë shmime, a pi lanë dhe sa... Valoj, kanë janë me gjysë, kanë janë kur përsho 500 euro, 1.000 euro, ajtë Benit se kite. Okej, të flasim pak edhe për menaxhmentin. Kemi pas që i ke pas disa paraqitje koncerte në jashtë. Po. Në Zvicër a në Gjermani? Në Zvicër. Në Zvicër. Je pjesë e SS grupit. Vazhdo me qenë pjesë akoma? Po. Okej, qysh po shkon bashkëpunime? Mirë, super, drita është super, me dritonin një më kanë edhe para bigot. Kena plane shumë, kena ideja, kështë që veç pret ne. Se shumë sa në treja po vinë. Ka nga kur po vjen? Ka nga... Se ke përmend disa herë edhe ku jena në cilën fazë jena? Jo, ka nga po këngët. Këngët, a? Mos po bën album? Së ti. Se dena? Së ti. Këm dasht me punu shumë edhe mos me qitë veçaj që kele shka një këngë, kështë që Bugatin do e kom bashkëpunim. Po menej që delë këtë muj, si pas ke gjasave që e kena planifiku, inshallah s'po do shtonaj sana, dhe pse i kum ra pishmon që e kum pse që delë këtë muj, se zakonisht kur ti paralajmëron sana, diçka stopane. Po besoj që delë këtë muj, edhe jonë edhe disa surpriza tjera. Çfarë surprizash? Surpriza butrend. Po në cilën fush? Muzikë, apo në njësën tjetër? Muzikë edhe disa gjana tjera. Çka të bën ty me hek në shta stresin, ose qa bën Benita kur është stresuar ose mërzit? E nojnë telefonin komplet, e kapi bellën, e shtin kërë, edhe ja fus dikon mail ku një në veç zëgjt, edhe s'du me një person. Thjesht bellën e kom terapi. Okej, bellën e kjedhe në shpe, po edhe jashtë, më thonë kur del. Bella gjithkun me mu, bile zot me nuha me marrë me veti, thash rrit të shpia sot, po shkoj vetë, pusho pak prej meje. E kom si bebe, gjithkun me veti. Një pjesë tjetër që komentohet shumë Benita, është edhe pjesa e ndërhyrjeve. Ta. Mu më pëlqen shumë që ti nuk i mohon, edhe flet për to, shumë hapun, edhe nuk ka personazhe shumë ta që flasin leshëm, bile shumica dhe im shefin, një gjë që duket. Qysh ja ka nisë kjo historia e ndërhyrjeve për ty? Ku të hynën qef ashtë? Nuk është që jam diku prej dikujna, se e kom pa dikun shumë të bukur edhe ja kom nisë dhe vetë. Ja kom nisë njerë me buz, hajt pak të rriti o lom. Ma ndej ka pak, po nuk është që kam edhe shumë, po njerëzit këtu të na e egzagerojnë. Apo na të rega se qaki, që te kuptojna, qaki edhe qaski. Kejt bio jam, këtë naturale, që shumë ka banana, që ashtu vup. Ku gjeski, a? Sanskom. Jo, amo definitivisht këtu femnat nështë e mohojnë pak këtë pjesën e ndërhyrjeve. Kisha mujt me cek pse me mohu, kur nështë një qik tjetër inspirohet, nuk i kisha thonë kur këna me u inspiru me i bo. Po nëse dikush nuk ndihet mirë me hunën e vetë, ose me molzat, ose me bust e veta, pse mos me i bo, që kur del me fol lirshëm, me pas vetë besim, pse jo. Po këtu të na i shohim pak si tabu, edhe më duket kur s'ka me u hek kjo tabu. So, jena pak popull me mentalitet ma brapa, s'kena me dalë kur prej kësaj situata. Kështu që shika në gëjeni vetën. A ki frikë shtu prej këtyne ineksioneve, gjilpanave? Jo, as pak. Se dikush e ka fobi edhe veç me pa. Po. Jo, se kam heq frikë, pësa me bas frikë, po shkej mu baj bukur. Bukuria kushtat? Edhe thjesht një minut, thjesht pak sekunda, jo në pytja. Okej. Po du me të pyt pak për lidhjen me telefonin. Se shpesh, për shambull, nuk i këthem fjallët.
Pse do të? Te edhe mas mire. Ku mas 2 dite. Haj butrin. Pse nuk i kthej fjallët? Ose pse i vënon për shembull fjallët? Jam shumë ngarku me kohën e fundit, edhe po m'bjan ma shumë me pas takime live, do me thonë non-stop. Telefonin, tash për momentin po e përdori ma shumë për foto, me postu sene, për video, TikTok, sene vene, amo për me full sene vene, unë edhe nuk jam fort tip që kom qef me shënu, ma për para e thiri edhe e kry për pak minuta, a për me shënu nuk kam nerva heq. Pile shumica, shoqnia, sene më thojnë pse s'më respektan fjallët me orë, qka u bo. O ma mirë thërëm se ones, për me t'i kthi fjallët. Le, harroja. Cila është biseda e fundit, ose thirrja e fundit që ke bua për na tregoj? Allah po lyp edhe të shumë, interesant je butrend. Pret. S'ka, do të mi qelë këtu krejt. A pe fokuson ma shpejt se e heka. Është dritoni, menagjeri jam. Okej. Folëm para se më ardhë për që shka me shku sane vene. Qa thoj kaj? Qa thoj kaj, qa nuk thët, a i kalësam. Ajo është shumë detajist, edhe kiti i këqyrë, tak, beni qështu. Po për që ata të sot hala nuk e degradu si personazh mas bigot. Asë njëherë, jo. Unë menoj që edhe vetë jam kështu pak që e ruj vetën, edhe e mbajat statusin që e kam, që shë ceka ma herët për që u kry bigo, asë nuk jam dal me u ekspozu, ose që kam ba shumica banorve, non stop të dal të u ekspozu. Menoj që nuk është interesant asë për publikun. Unë kom qef me ndajt sa ma afër publikut njerëzve, po ka njerë du të me pas një limit, edhe mënuna me kanë në rrjetet sociale sa ma afër tyne. E njëtën kështu normal me punu, sa ma shumë u pru projekte të reja, e shumë sane të reja. A pe thirim dikon që tash në telefon edhe të këshyrim që shme përgjigjet, për shembull dritonin? Dritonin, hajde. Ku e driton? Ej, qa e tu? A e tu një? Po, Une edhe jam të kesh, po edhe jam nervoz, njëjtën kohë. I dola për studios butrintet. Gare. Vala jo. Jo se ja nisi me pytja, adin që ato sane shumë palide që une dhe i sot që ta edhe i kom refuzu intervistat. E ja nisi ku hini, ku dula, bëden, tash butrin të kena marrë vesh edhe kaq. Da. Ha? Dale, da. S'pun që ditë, që më mërmenje butrin, të po i gari të bua. Po pësa i gare, s'pe kuptoj. S'bo me butrin të kësane. Vëlla kësa here e bani edhe ma ka ngull, kështu rast. Po, rend. E s'pët besaj. Po ndash beson ndash jo vëlla e. Ajtë që e kam herë. Lësheja. Lësheja moj? Që jenë kamera. Live, të përshëndesim. Ta bënëm një prank. Po s'mo mërmenja që butrin të po kësi sane. Atër me përshëndet publikon shpejt. Ciao. O, sot. Po shumë mirë dritonin që të ka nejtë gati dhe në qëtë pikë, se te, mësë me të nejtë gati, mësë me kam pak i shtirë, probleme ty. Probleme mu, vëllë edhe unë bëllë e shtirë jam. Ka njerë më dhimë, o sot, Po më qa qaj ta bëj po këti njeri. Amo, e kena gjithë njëni tjetër, apo kuptojnë, se di, nëse unë e idhnuna diqka e din që du të pak mu zbut edhe me marrë me këtë mirë, nësa i bëhat nervoz, unë e njëjtë e marrë me të mirë, ja kena gjithë ato pikat e dopta njëni tjetërit, edhe i tash ka funksionu super, jena rrugës. Okej, jemi në verë edhe a ke bo pushime hala jo? Halo, pri që jem dojnë për bigut, të nga ma saneve, punëve, njerëzit po menojnë që jem të ndajt, po benitave që të punu edhe sot smut jem marrë në studio. Edhe pun, s'jem të ndajt, po për pushime kismet kam unis këto dit, edhe po hupit dikon janë i muj. Me kanë? Me kanë, se ti. Mjekëm ti me kamerë, se ki qafti me njek. Kom qa vëlla. është vesh puna jam, besoj e kuptone. Normal, njerëzit që janë motin këtë fush, edhe janë artiste, normal që e kuptojnë gazetaren, ju këtë punë e kene, nuk mundi mu bë këngëtar me kap mikrofonin me kënu, kështu që është profesioni juj. Prandaj po them që mu nuk me të hatri për shkak kur njerëz reagojnë keq ose
Sa ata nuk e kuptojnë, i kanë veç asë një vjetë famë, deri sa t'ju bjen, edhe mas ne e kuptojnë që kjo është veç puna jam, edhe në kur gjë, asë nuk ju marrë me veti mi që në shpe, asë E mandej ndoshta ata ka nevojë për ty, po dhe atë do është t'jetë shumë vonë. bon, do t'jetë shumë Normal. bon. Benit, nëse nuk i diçka tjetër, unë po të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit parë, ishte shumë kënaqësi me anis me ty, edhe po të shumë suksese në vazhdim. Faleminderit shumë Butrend, edhe kom kalu shumë mirë si në shpitam, edhe besoj e kom kamën e hajrit, le të jetë sa ma mbarë. Nuk dyshoj, E faleminderit meritante. shumë. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit edhe krejt juve që na keni ndjek, e ne shihemi në emisionin e radhës me një tjetër personazh.